Bllokimi i kolektorëve të ujrave të bardha e të zeza veçanërisht pas përmbytjeve nga dalja e shtratit të Lumit Vjoz ka bërë që rreth 300 familje në fshatin Ferras në bashkinë Fier të bashkëjetojnë me ujrat e zeza. Sipas tyre, problematika ka nisur pas ndërtimit të linjës së re nga një firmë private rreth 15 vite më parë, por kjo e fundit nuk është angazhuar asnjëherë për pastrimin dhe mirëmbajtjen. Gjithë problemin e ka ky zotnia në kat parë, ne jemi në kat dytë. Tani mua do mi vëri një tapaj poshtë edhe të notoj dhe unë lartë. Se kështu të vejke punë. Problemi jonë është se nuk funksionon kolektori fare, u mbytëm, na vim brenda, na eri poshtë krevatit. Delen dhe ma thanë zie me njerëzit, nga do vetë, dhe do hapë kapakun, të dali se nuk mundet të rrim brenda. Kur nuk e mbanin, pëse në i bën kolektori, në ikë të ujtë fare. Nuk them se e shu se ikë të shkon të kanal. Nëse që kur u bë kolektori, e shkritu rruga, ngellë në borët grop. Ujtë edhe të shiut që bje këte, kthehet vjen atje, më vjen të shkallë. Situata paraqitet veçanërisht problematike tek pallatet e zonës ku ujrat e zeza dalin në sipërfaqe duke u kthyer në burim infeksionesh. Unë jam kati dytë, po përsëritet ujra jemi shumë të ashtushqetësor me këtë lloj të kolektor ashtu. Pastaj nuk ka dhe bote për të tërhequr. Urin se tri ka bote e tërheqja dhe mund të shoh, po jo fare. Ne kështu kemi vojtur tërkonzeti. Çfarë të mund të shoh? Ktu tani sëmundja fillon në miza drejtje tëra aty edhe nga do mi zgjidhje. Kur ha parti shiu, mua më mbusha borri këto dhe nuk dinja çfarë bëja se e kam rrafsh me tokën, shpinë. Mallë që s'fut bën, se 1 metër fut brenda mua në lumi. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë Shoqërisë Rajonale të Ujësisë Kanalizimeve, investimi kryer në këtë zonë nga Bashkia Fier nuk ka qenë asnjëherë në varësi dhe menaxhim të këtij institucioni, por thonë se do ndërhyjnë brenda 2 ditëve për pastrimin e kolektorëve të bllokuar. E megjithatë, banorët shprehen se presin një zgjidhje përfundimtare të kësaj problematike dhe jo provizore.